është mbjell ara me shtëpia me beton. Kur vjen ka avioni. E duket nga avioni, po i shikojmë dhe me sytë lirë. Ama ky tashti është çështje menaxhmenti, çështje administrimit, çështje e Por problemi është si e rregullon mo, kjo një katastrofë që se rregullon mo. Shiko, pra, shumë e bukur. Pra, në qoftë se do kishte qenë situata e pastër, ndryshimi i ligjit ishte krejt ndryshe, po ta kishim të tokën e lirë. Jo se lejon me qëllim, politika lejon me qëllim për të shfrytzuar për përvojë. Për ta bërë në këtë lloj mënyre, krijove një liri pa kufi e turpshme që u lirua. Ajo është barbari, nuk është liri. Ajo është barbari, veja emri ta mos. Ja ve barbari. Barbarian. Gjithë edhe ato që i lejon, edhe ato që kanë ndërtuar janë barbar. Edhe unë jam në të njëjtën linjë, edhe kur më pyesin tjerë po qytetarët, shiko, me thënë drejtën, edhe ne kultura jonë shumë e para nuk respektojmë kulturën e gjyshërve tanë me ndërtu si që u thoni në periferia në Kodër, por dhe ne u treguam me një guxim të parë që të ndërtojmë në Ligata, në Këneta, Buz, Lumeve, Buz aty. Por e bëhet për mytje, ka ndërtuar në Kënet. Po qesharake, unë këtë nuk e toleroj. Mirë ky shtet të lejojnë. Po ti për vete, si shko ndërton Kënet? Dhe tash janë kohë se të ka myt Këneta. Po myt ti me gjithë Kënetën bashkë. Por lirë këtu a di ka marrë shumë kritika, më shkruajnë qytetarë, pse ne kështu e gjetëm, pse na lejove ti, u them, shiko, ky ka bë gabim që edhe nuk duhet ta lejonte Ilir, për jetë të së vërtetës. Se rregulatori është aty për të orientuar që ndarë këtë nder. Njeriu civil ka përgjegjësi vetë. Këtu pastaj them ti ruaj veten tënde më, nuk ka më të laj qeveria, ty mund të lej qeveria futu ke rruga, aty mos prit vijat e bardha, shko ke treni ti. Po më ka ndërtuar dhe me, ke parë një vend që ka ndërtuar shtëpi mbi kurrën e trenit? Po, tash i gjithë aksi Durrësit është boj tillë. Pra, kemi dy kultura edhe si shoqëri, por thash, nuk duhet të ndodhte dhe këtu jam kritike edhe për këto shemjet që ndodhen herën për këto ndërtimet që u bën tash në pranverë. Unë kam tokën time, thotë ndërtoj, po jo më zotëri, ti mund ta kesh tokën tënde, ti nuk je i lejuar me ndërtuar. Ta gëzosh tokën dhe me kanun dhe pa kanun, 500.000 vjet ta gëzosh, por ama ti i guximshëm në malësi të Tropojës, në Vermosh. Jo në Vermosh, okej, diku atje harrova emrin tash. Pra, ti mund ta gëzosh tokën, po nuk je i lejuar që ti mund të bësh, e bëju një trekaçe po pa themel. Por ama gabim fatal, por ama i lirë edhe bashkia dhe institucionet që shkojnë në për takime elektorale dhe ti e shiko fadromën aty dhe ti nuk... Jam plotësisht dakord me policinë e shtetit.